Shigjetari? Shenja e shigjetarit deri në datën 20 në përgjithësi ka ndikime pozitive. Pas asaj date do t'i duhet që t'jemi më tepër praktik. I ke ndarë gjitha shenjat me datën 20, pse? Në datën 20 kemi ndryshimin e stinës, sipas astrologjisë, që është kalimi i diellit tek shenja e demit, tek shenja e radhës. Deri në atë datë do t'jemi tek dashi, që është një shenjë zjarri, ndërkohë që pastaj do të kalojë tek shenja e tokës. Kemi ndikime deri në atë datë, pra deri në datën 20, kemi në përgjithësi ndikime pozitive tek shenja e shigjetarit, sepse kemi krijime të reja. Në këtë rast kemi krijime edhe në lidhje me të ardhurën materiale, kemi krijime edhe të familjeve në disa raste, po ashtu edhe të lidhjeve sentimentale. Kjo do të thotë në të gjitha rastet, krijime të reja në lidhje me ose projekte të reja që do të kryen në këto momente janë vërtet shumë pozitive sepse sillin burime për të ardhurën materiale shumë të mira, pak më tepër që tërheqin shumë njerëz në jetën e tyre, të cilët dhe i shërbejnë edhe në burim morale. Pra mund të bëhen dhe persona me të cilët argëtojnë, me të cilat udhëtojnë. Dhe duke qenë se për shenjën e shigjetarit ka pasur një periudhë vërtet shumë të gjatë, më duhet të them që ka qenë pak a shumë i tokëzuar, që nuk ka mundur që të lëviz, ka si periudhë bëhet shumë e rëndësishme. Do t'i këshilloj sidomos deri në datën 9 që ta përdorin këtë si ndikim. Pas asaj date, nuk është se nuk kemi mundësinë që të udhëtojmë, është thjesht sepse na duhet që të jemi më aktiv në jetën tonë të përditshme, pra duhet të jemi shumë më tepër aktiv në atë ku investojmë, me kë kalojmë kohën dhe po ashtu dhe në punën që bëjmë, sepse fal kësaj, pas asaj date do të kemi një rritje shumë të madhe në karrierë, e cila mund të përkthehet në të ardhurën materiale të mira detyrimisht. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, e thashë deri në datën 20 kemi një ndryshim vërtet shumë të madh ose krijime të reja. Pas asaj date, të gjitha këto mund t'i bëjmë, mund t'i kthejmë diçka shumë më praktike. Pra, nëse deri në atë datë nuk kemi ditur se si të hedhim hapin e parë, pas asaj do të dimë se si ta kthejmë në prakticitet, le të themi, ose në jetën reale. Fal kësaj, gjatë gjithë muajit në të vërtetë shenja e shigjetarit ka ndikim pozitiv në lidhje me çështjet sentimentale. Ktu vlen edhe në lidhje me çështjet sentimentale të marrëdhënieve aktuale. Nuk ka shumë rëndësi. Qartë, kujdesëm të gjitha shenjat për datën 20 apo jo? Para dhe pasaj, duket sikur ndanë dy stade. Faktikisht unë doja të thoja se cilat ishin datat cilat duhet jemi të gjithë të kujdesshëm, ishte nga data 24 deri në datën 26 prill. Këto janë 3 ditë të cilat duhet jemi të gjithë shumë të vëmendshëm sepse kishte disa këndëtar, disa kalime planetare të cilat e vështirësojnë shumë jetën. Për gjitha shenjat e horoskopit. Për të gjitha shenjat.